Sapo e kryetëm obligimin tonë si të gjithë qytetarët, votuam me krenari dhe përgjithësi, si zakonisht unë gjithandej them që vota është e shenjtë dhe sepse në vetvete ajo ngërthen shumë dimensione, një ndër ta është besimi dhe besimi i qytetarëve, janë sovrani ata të cilët vendosin. Unë besoj që ne të gjithë të cilët marrim për obligim dhe duhet që këtë pjesë të besimit ta marrim me ndershmëri dhe përgjithësi dhe nga këtu duhet të na udhëheq parimi i ndershmërisë dhe përgjithësisë për të gjithë ata të cilët sot sovrani jep verdiktin e tyre dhe kushdo që të fitoj, ne duhet që këtë besim atyre të mos ua nëpërkëmbim në 4 vjeçarin që do e shtrojmë si detyrë. Si prisni domethënë që po të marrë procesi zgjedhor? Unë jam majse i kënaqur edhe me votuesit edhe me elektoratin, ka një fluks të daljes së votuesit, unë shfrytëzoj rastin nga këtu që ti bëj apel të gjithë qytetarët që të dalin në mënyrë masovike, që në mënyrë demokratike të ushtrojnë të drejtën e tyre të votojnë. Njëherë ti falenderoj edhe për fushatën të cilën ka qenë një fushatë par excellence, pa asnjë problematikë dhe i uroj dhe i falenderoj ata që edhe ne këtu kemi ngritur nivelin dhe stadin në nivel ashtu siç duhet. Unë dua që të theksoj se dita e votimit duhet të jetë ditë feste për arsye se qytetarët vendosin se kush do i përfaqësoj ata, le të fitoj ai i cili është më i miri, pavarësisht ngjirimeve politike, partijake, ne duhet të jemi në shërbim të atyre që na besojnë.